Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem Armina dhe jam 34 vjeçe. Prej shumë vitesh mbaj shami dhe përpiqem të jetoj një jetë të qetë, të ndershme dhe me respekt për familjen dhe besimin tim. Ramazani për mua ka qenë gjithmonë muaji më i shenjtë dhe më i dashur i vitit. Është koha kur njeriu përpiqet të pasurojë zemrën, të jetë më i durueshëm dhe të afrohet më shumë me Zotin. Por disa vite më parë përjetova një Ramazan që nuk do ta harroj kurrë. Jo për arsye të bukura, por për një situatë që më vendosi përballë një prove shumë të vështirë brenda familjes time. Unë jam martuar në moshën 24 vjeçare me burrin tim Arbenin. Ai është një burr i qetë, punëtor dhe i përkushtuar ndaj familjes. Nuk është shumë i hapur për shprehjen e emocioneve, por gjithmonë është përpjekur të sigurojë një jetë të qëndrueshme për ne. Kur u martova, shkova të jetoja në shtëpinë e familjes së tij. Në atë shtëpi jetonin edhe prindrit e tij dhe vëllai më i vogël, pra kunati im. Në fillim nuk ishte e lehtë të përshtatesha. Të jetosh me shumë njerëz në të njëjtën çati kërkon shumë durim. Çdo familje ka rregullat dhe zakonet e saj. Por me kalimin e viteve u mësova me gjithçka. Fillova të kuptoj mënyrën si funksiononte familja e tyre dhe gradualisht u ndjeva pjesë e saj. Kunati im ishte rreth 5 vite më i vogël se burri im. Kur u martova unë, ai ishte ende shumë i ri. Në shtëpi, shpeshherë sillte një energji më të gjallë sepse ishte më i hapur dhe më i shoqërueshëm. Ndonjëherë bënte shaka në tavolinë, qeshte me prindrit e tij dhe krijonte një atmosferë më të lehtë në familje. Për vite me radhë, marrëdhënia jonë ishte shumë normale. Ai më thëriste gjithmonë kunat dhe më trajtonte me shumë respekt. Nuk kishte asgjë që të më bënte të mendoja ndryshe. Derisa erdhi Ramazani. Si çdo vit, në fillim të muajit të shenjtë, shtëpia jonë ndryshonte ritmin e saj. Ditën secili merrej me punët e veta, ndërsa në mbrëmje të gjithë mblidheshim në tavolinë për iftar. Unë dhe Vira zakonisht përgatisnim ushqimin bashk. Kuzhina mbushej me aromat e supës, byrekut dhe gatimeve të tjera që bëheshin për të prishur agjërimin. Ishte një moment që më pëlqente shumë. Të gjithë prisnin momentin kur dëgjoj ezani i akşamit dhe pastaj fillonim të hanim së bashku. Pas iftarit, shpesh pinim çaj dhe bisedonim për gjëra të ndryshme. Në fillim të atij Ramazani gjithçka dukej si çdo vit tjetër. Por pas disa ditësh fillova të vërej disa gjëra të vogla te kunati im. Ai filloi të ishte më i heshtur kur ishin të gjithë në tavolinë, por ndonjëherë përpiqej të bisedonte me mua kur mbeteshim vetëm në kuzhinë. Je lodhur shumë sot, më thoshte ndonjëherë kur më shihte duke përgatitur ushqimin. Ose më thoshte, kunat, gatimet e tua janë gjithmonë më të mirat. Në fillim, mendova se ishte thjesht mirësjellje. Nuk kishte asgjë të keqe në ato fjalë. Por me kalimin e ditëve fillova të ndjej një ndjenjë të çuditshme që nuk dija si ta shpjegoja. Ndonjëherë ndjej që më shikonte për disa sekonda më gjatë se zakonisht. Kur e kuptonte që e kisha vënë re, kthente menjëherë shikimin diku tjetër. Unë përpiqesha të bindja veten se po e imagjinoja. Mos mendoj gjëra të kota, i thosha vetes, ai është pjesë e familjes. Por një mbrëmje ndodhi diçka që më bëri të kuptoj se nuk ishte vetëm imagjinata ime. Ishte një mbrëmje e zakonshme Ramazani. Kishim përfunduar iftarin dhe të gjithë po largoheshin nga tavolina. Vjeri kishte dalë në verandë për të pirë çaj. Burri im kishte dalë për pak kohë te një mik i tij. Unë mbeta në kuzhinë për të mbledhur enët dhe për të rregulluar tavolinën. Kunati im hyri brenda për të marrë një gotë ujë. Në fillim mendova se do të largohej menjëherë, por ai qëndroi aty. Atmosfera u bë papritur shumë e heshtur. Pas disa sekondash, ai më tha me zë të ulët, "Kunat, dua të them diçka."
Unë ndala dhe e pash me habi. Çfarë ka ndodhur? Ai dukej shumë i tensionuar. Pas një momenti heshtje, ai tha diçka që më tronditi. Më tha se prej disa kohësh kishte filluar të më shihte me një sy ndryshe dhe se kjo gjë po e shqetësonte shumë. Në atë moment ndjeva një tronditje të madhe. I thash me një herë se ajo që po thoshte ishte gabim dhe se nuk duhej të fliste më kurrë për një gjë të tillë. Ai uli sytë dhe dukej shumë i turpëruar. E di që është gabim, tha. Prandaj jam përpjekur ta mbaj për vete, por nuk po arri dot më. Unë nuk dija çfarë të thoja. Ndjeva një përzierje emocionesh, zemërim, turp, tronditje dhe një ndjenjë shumë të madhe sikleti. Dola nga kuzhina pa thënë asgjë tjetër. Atë natë nuk fjeta pothuajse fare. Mendja ime ishte plot me pyetje. Si mund të kishte ndodhur kjo gjë? Si mund të kishte lindur një situatë e tillë brenda një familje ku unë përpiqesha të ruaja gjithmonë respektin dhe kufit? Ditët që pasuan ishin shumë të vështira për mua. Përpiqesha të sillesha normalisht në shtëpi, por brenda meje ndihesha shumë në siklet. Kunati im filloi të mbante distancë pas gjithë asaj bisede. Nuk më fliste më si më parë dhe shpesh rinte në dhomën e tij. Ndoshta edhe ai e kuptoi sa e gabuar ishte ajo situatë. Por për mua diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Ai Ramazan që duhet ishte një muaj qetësie dhe reflektimi, u bë një periudhë shumë e rëndë për mua. Ndonjëherë provat më të vështira nuk vijnë nga jashtë. Ato vijnë nga brenda familjes, nga situata që nuk i ke imagjinuar kurrë se mund të ndodhin. Dhe edhe pse askush tjetër në shtëpi nuk e mori vesh atë bisedë, për mua ai Ramazan ka mbetur një kujtim që më mësoi sa e rëndësishme është të ruash kufit, respektin dhe qetësinë në familje. Kur këto gjëra tronditen, edhe një shtëpi që duket e qetë nga jashtë, mund të mbushet me heshtje dhe mendime që nuk thuhen kurrë me zë të lartë.